dëgjues, ashtu siç edhe më herët anoncuam në mikrofonin e radios, të ftuar sot në studion e Mirëmëngjes Shkodër kemi zotin Kastriot Faci, përfaqësues I organizatës jo qeveritare The Door. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe juve. Mirëmëngjes. Dëgjuesve të Radio Shkodrës. Kastriot. Shkodranëve dhe jo shkodranëve këtë që në një keq. Natyrisht e radio jonë tashmë edhe me qenë se programi ynë dhe intervista postohet në Facebook, në faqen Mirëmëngjes Shkodër, ka një shtrirje shumë të madhe, madje na ndjekin në shumë shtete dhe na sjellin natyrisht ato përshtypje ose mendimet e tyre. Gjithsesi që në kryet e herës unë anoncova për një aktivitet që sot fillon në Shkodër, dhe ky është fest Lojra Popullore Fest. Çfarë është Lojra Popullore Fest? Lojra Popullore Fest është një aktivitet I cili ka startuar rreth 11 vite më parë. Jo rreth, po saktësisht 11 vite, pasi sot fillojmë domethënë festimet e ditëlindjes sonë të 11. Është një aktivitet që ka nisë në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës dhe po vazhdon akoma me Bashkinë e Shkodrës. Është një aktivitet rinor I cili synon që të sjellë më afër të rit me traditat tona, me veshjet kombëtare, me lojrat popullore, me muzikën, me zdoket, zakonet tona. Ideja është që të rit, domethënë nëpërmjet këtij aktivitetit të kenë mundësinë jo vetëm të thjesht veshen apo të performojnë skenë, por të njihen me njëri tjetrin dhe të përçojnë traditën, e cila fatkeqësisht këtë ditë ndoshta është pak një trend në zhdukje, sepse shikojmë gjithë janë veshur me jeans, nuk janë më me veshjet popullore për lehtësi, gjithë domethënë janë në celularin e vet, në botën e vet, në këto rrjetet sociale, ndërsa atje është një aktivitet që bëhet në natyrë, I cili afron njerëzit edhe këto të rit pikërisht me natyrën, se edhe vetë amfiteatri quhet amfiteatri natyror. Kjo është një ndër veçantit? Po, kjo është e veçantë. E këtij viti apo ka dhe të tjera? Realisht është viti I tretë që ne organizojmë në fermën ekosociale, por nëse mundem të them diçka të veçantë, diçka ndryshe, domethënë, është që për të satin në vit ne po vazhdojmë. Gjë që është shumë e veçantë, sepse të mbjetosh në një kohë, po themi ne, shtengesash financiare, kjo është e veçanta shumë e madhe, e cila na bën të jemi krenar ne dhe njëkohësisht gjithë ato partnerët tanë, cilët janë jo të pakët. Por një e veçantë dhe tjetër është që këtë herë kemi një zonjë, një artizane që vjen nga Kosova, zonja Servete Kastrati, e cila sjell me vete plot 15 kostume të ndryshme të gjithë trevave kombëtare, mbarkombëtare shqiptare. Po flasim për veshjen e Qemerisë, veshjen e Zadrimës, veshjen e Shkodrës, mendoj që më vonë të ndalemi në seksionet e këtij aktiviteti, por në fillim desha të dija mbi atë impakt që keni krijuar tek pjesëmarrësit dhe ndjekësit e këtij aktiviteti. Mendohet të jetë një aktivitet masiv, merr pjesë vetëm moshat e reja marrin pjesë apo Po, unë siç e thash janë gjithmonë rinia që ne kena si target group. Rinia për faktin që të rit janë ato që do ta çojnë përpara traditën, vlerat tona kombëtare, kulturën e kështu me radhë. Dhe fakti që ne sjellim 8 trupa të ndryshme, 3 janë nga jashtë territorit shqiptar, pra kemi nga Maqedonia që vjen një trup nga Cakrani I Gostivarit. Është hera 2 që kjo trup në fakt merr pjesë. Është një trup shumë e veçantë, ka një veshje shumë të kuruar shumë mirë. Domethënë është një model pozitiv. Gjithashtu duke ardhur në Kosovë, nga Kosova kena trupin e Kaçanikut dhe trupin e Vitis. Të dyja këto trupa për hir të vërtetë kanë qenë edhe më parë në edicionet të tjera pjesëmarrëse, por jo në edicionin e fundit, por në edicionet të viteve të ndryshme, sepse kjo është edhe ideja që ne të sjellim trupa, domethënë jo të njëjta trupa, po risia qëndron në faktin që ne sjellim I japim mundësinë gjithkujt. Nga ana profesionale do them që një gjë veçantë është edhe pjesëmarrja e Qendrës Kulturore Pjetër Gaci të Bashkisë Shkodrës, e cila për herë të parë faktikisht merr pjesë dhe prezantohet, sepse deri tani Shkodra
për faktin që ne kemi pas të rit, i kemi adresu domethënë të këto trupat rinore. Kena pas në vite shumë trupa të ndryshme, do përmend këtu për shembull Berdicën, në kohë që ishte komunë, kena pas Velipojën, kena pas Bajzën, kena pas shumë trupa të ndryshme. Një trup tjetër që vjen nga afër prapë është edhe trupa e Pukës. Edhe ajo është një trup shumë e veçantë, me të reja shumë talentuar, të cilët performojnë në skenë live gjithë këto. Edhe qoftë instrumentet tipit muzikor të folklorit, po flasim këtu për çifteli apo qoftë edhe jazzin apo qoftë edhe gjëra të cilat janë domethënë teknika që në një farë mënyrë të rritë edhe nuk i njohin edhe nuk i aplikojnë. Njëjtën kohë nga Shkodra këtë vit, nuk kena me vetëm në qendrën kulturore, por kena sjellë edhe 3 trupa të ndryshme, të cilat vinë nga Velipoja, nga shkolla mesme e Velipojës, nga shkolla mesme e Dajçit, edhe nga Ana Malit, e cila me të thënë vërtet ka qenë gjithmonë prezent, sepse është edhe mikpritse që thatë edhe jo e këtij eventi, edhe kanë një dashamirësi shumë të madhe për të marrë pjesë dhe për të përfaqësuar këtë zonë. Ju folët për një gjeografi mjaft të hapur të këtij aktiviteti, jo vetëm brenda territorit të Bashkisë së Shkodrës, por edhe mëtej, madje përtej kufive shtetëror. Si keni arritur të vendosni këto kontakte dhe të mbani madje këto lidhje të vazhdueshme? Me thënë vërtetën, fakt dhe vërtet është që ne jena veprojmë në komunitetin e Shkodrës prej disa vitesh. Edhe unë fillim bisedës bile thash që kam pas fatin kjo është një intervistë jam e dytë që bëj me ju, në vitin 1999 nëse kujtoj. Me saksi, po, patjetër është ka kanë pranvera vitit 99 në shkollën kosovarëve në shkollën veterinare, u ndërtu një qendër sociale dhe atje kam pas fatin që më thënë të kemi intervistën e parë me ju dhe më vjen mirë që tash. Mirë, po këtë janë gjëra tregu si ne tregojmë që ne jena prezent në komunitet, edhe përveç se jena prezent, do të thënë gjithmonë ato lidhjet tona i kena intensifikuar nëpërmjet angazhimit edhe orientimit të drejtimeve të organizatës tonë në ato pikat, po themi ne, të më të nevojshme ose më të dobta, në mënyrë që me bën diçka edhe me dhënë një mundësi këtyre trive, të cilët kanë nevojë për përfshirje në aktivitete të tilla, që të marrin pjesë edhe ta pasurojnë edhe jetën e tyre, edhe jetën e njëri tjetrit, njihen me njëri tjetrin, në mënyrë që gjithë bashkë punojnë për një gjë të përbashkët. Fakti që na kena shtrirje në Kosovë dhe në Maqedoni do të thotë shumë. Do të thotë shumë pasi ne tashmë nuk jena një aktivitet i vogël lokal, por vetë trupat, biles më është dashur me këthy trupa Prishtinës, për shembull, kam thënë s'ka mundësi ma financiare për me marrë, po kanë dhënë rrallën për vitin e ardhshëm. Harrova të them edhe një trup nga Tirana na vjen. Në fakt, është Visaret e Krabës, është një trup shumë rinore, shumë interesante ajo. Pra kena shumë kërkesat. Betohem që nga Kosova kam kthy, jam detyruar me kthy, por edhe nga Robiku. Edhe i kërkoj shumë njerëz publike, nëse këta na njehin, por ju garantoj që ata do të jenë në rreshtin e parë të listës për vitin e ardhshëm, sepse ky është një aktivitet i përvitshëm i cili mendojmë që do të vazhdojnë dhe do të ecin përpara. Në fakt, veprimtaria është organizuar nga organizata jo fitimprurëse të dorë në bashkëpunim me bashkinë. Do të thonë në organizimin e kësaj veprimtarie, sa keni qenë për krah njëra tjetrës si organizatore dhe bashkia dhe është një gjë që ndoshta vlen për të sqaruar, do të themi që në këtë vit Bashkia e Shkodër ka futur në agjendën e aktiviteteve të saj, por jo vetëm në agjendën, por edhe në buxhetin e saj, edhe vjen si një bashkë organizatore bashkë me ne. Ne këtë aktivitete kena bërë në koordinim me zyrën e turizmit, edhe gjej rastin që ti përshëndes gjithë ato kolegët e zyrës turizmit, që nga drejtori edhe Renatën, që deri mbrëm për shembull ishin të vu banerat edhe posterat me Renatën në orën 8 darks. Kjo tregon edhe interesin e tyre, por edhe seriozitetin e bashkisë për në lidhje me identifikimin e këtyre, po themi ne, aktiviteteve, të cilat synojnë ta pasurojnë gjallërinë
jetës kulturore të jo vetëm të rinisë tashmë, por gjithë qytetit. Madje unë pasi lexova në faqen tuaj fillon që nga fëmijët pjesëmarrës dhe deri tek moshat më të rritura rinore. Sot është dita e parë, në orën 18 është një, si ta quajmë, me sfilat, si keni quajtur ju? Në fakt, në orën 18:30, në orën 6 pas ditës, me trupat që kanë ardhur, para se marrë këto, mora një mesazh nga Vitia, që sapo ishin nis nga trupa Vitis. Ne kena nderin që të priten nga kryetaria e Bashkisë Shkodër dhe takohemi, si më thanë vetë, të urojnë si zoja e shtëpisë, të urojnë mirëseardhjen këtyre trupave, por të njëjtën kohë këtu kena përfshi pak edhe fëmijët e disa kopshteve, që vinë me veshje popullore. Universitetin Luiz Gorakuçi kena 2 departamente, departamentin e turizmit, bashkëpunojmë me zonjën Alkida Hasaj dhe studentët e saj, por edhe me departamentin e punës sociale, bashkëpunojmë me zonjush Bojane Topallin dhe studentët e saj. Gjithë këto, bashkë me këto trupat që vinë pak më parë, pra që janë trupat bujqëse sonte në Shkodër, Kaçanik, Viti dhe Gostivar, ne atje synojmë dhe më thanë të jenë edhe vizibel, po edhe të japim pak edhe kënaqësi të rive, të rejave, të veshin veshjet popullore, që la të vinë nga kjo zonja Servete Kastrati, pasi ajo i vend dispozicion jo vetëm për drejtuesit e spektaklit, por edhe për këto studentët dhe studentët e këtyre 2 degëve, domethënë. Thatë që janë 15 kostume të cilat ajo i ka punuar. Po, është një rast unikal, ajo e punën me shumë dashuri, po themi, këtë pjesën e folklorit, dhe unë kam pas fatin ta njoh këtë zonjë në një event që u realizuar në Shas. Vjen nga Kosova? Nga Kosova, po. Edhe një kusisht nga Kosova, me që jena të Kosova, na vjen edhe fotografi mirënjohur Shkërzin Regja, po saçërisht për këtë janë gjithë miq tashmë të organizatës tonë. Edhe në një veprimtari tjetër ka ardhur. Po, ka ardhur në ditën e Tek biçikletat, po. Do ta themi që këto vinë të gjithë falas. Edhe janë njerëz domethënë me emra të mëdha, të cilët kanë shumë njerëz në faqet e rrjetet sociale, edhe kur bajnë ata një status ose një share, më besoni që impakti i këtij aktiviteti është shumë më i madh. Ashtu sikur është edhe sot nëpërmjet jush. Një gjë në logjistikën na ka ndihmuar në fakt edhe disa biznese, do të themi, sepse do të ishte e pamujtur me atë buxhetet vogla që kishim ta realizoheshin një supermarket kaq të madhe. Ndaj ju kërkoj, si më thonë, që të bëj një falënderim për qendrën rinore Arka, e cila na ka vënë në dispozicion hostelet, falas për gjithë këto të rritë edhe të reja që vinë nga Gostivari edhe nga Vitia. Është Buna Resort, i cili na ka vënë hotelin në dispozicion për këto personat VIP, siç është drejtoresha e qendrës kulturore të folklorit në Ministrinë e Kulturës, apo zonën Servete Kastrati, apo dhe zoti Shkërzin Regja, apo dhe kryetari i juris, i cili është Semen Gjokoli dhe vjen nga qyteti i largët i Vlorës. Në fund do t'jemi me Jurin, sepse ajo do të përmbledh, si thua, edhe suksesin dhe vlerësimet, ndërkohë që duke qëndruar tek dita e sotme, nuk janë vetëm 15 kostume që vinë nga dora e zonjës Servete, por edhe kostume të zonës son apo zonave të tjera nga ato vinë, apo jo? Padyshim, ne sot fillojmë, si më thënë, aktivitetin pas dite me një sfilat dhe me një xhiro demonstrative, me një xhiro të mrekullueshme, me disa performanca të shkurta në qytet, por nesër mbesoni që do të ketë prurje nga zonat e Shkodrës, nga zonat e Tiranës, pra do kemi rastin të shohim veshje tradicionale, por jo vetëm veshjet, pasi kemi edhe lojrat popullore, cilat janë një zonë shumë interesant, cilat sjellin në vëmendje të pjesëmarrësve dhe spektatorit gjithë traditat tona, lojrat, mënyrat se si njerëzit kanë luajtur më parë në raste kohët clear, kuptohet, por edhe në raste gëzimesh, festash familjare, qoftë dasma, festa apo grumullime të ndryshme. Me sa shoh unë, lojrat popullore janë në qendër, por afër lojrave popullore ka edhe seksione të tjera, siç janë kënga, vallja, ne në fakt bejtet popullore. Ne në fakt synojmë që nëpërmjet këtij eventit sjallim së bashku
ta pasërojmë, se më thënë këtë aktivitet, jo vetëm thjesht me lojnat popullore, që mos me humë edhe njerëzit nga një herë atë interesin, po kemi edhe gjinin e këngës, e cila është një këngë folklorike e vjetër, edhe sjellë, si më thënë, në vëmendje edhe në interes të gjithë pjesëmarrësve, këngët edhe mënyrë se si janë kënu dikur, por edhe vallet, cilat janë edhe ato shumë interesante, shumë të këndshme. Kena disa nivele, nëse mundem me thënë, në këtë lloj aktivitete, sepse natyrisht mund të lindë edhe pyetja pse dhe dorë organizon një aktivitet të tillë kulturor, por në fakt nuk është thjesht kulturor, është social kulturor, për faktin që në këtë aktivitet na kena që është nga niveli bazë, po themi 3 që kanë performuar dhe janë servit për një muaj rresht në shkollën e tyre, për shembull Velipoj në Dajç apo në Antmalit, por kena edhe 3 që vinë nga qendra kulturore që e kanë, si më thënë, folklorin edhe kulturën, vallen e këta kanë kultivuar prej kohësh. Edhe kultivuar dhe kultivojnë çdo ditë 2-3 herë në javë. Ato janë në lidhje me ushtrimet e tyre. Mirë po, një gjë për ta përmbyllur, si më thënë, është që ne kemi disnivel të paraqitjeve për faktin që kena trupa shumë profesionistë të cilat na vinë nga jashtë, që na sjellin ne qysh të gjithë elementet e kuruara të veshjeve tradicionale me papen tradicionale, me veshjen, çdo detaj, deri edhe tek këto tonat që kena pas rasti që mos themi na kanë ardhur nga një herë edhe me xhinse në skenë. Në një trup, por megjithëse nuk janë probleme, unë mendoj që është gjë e mirë sepse nuk e përjashton asnjëri, pavarësisht kritereve që synojmë ne, edhe japin shansin gjithkujt të jetë i barabartë dhe të futet në këtë rrugë, edhe të ushqet në këtë lloj, po themi ne, ushqimit. Gjithsesi është një iniciativë jashtëzakonisht e bukur, sepse secili pjesëmarrës ndjen të ketë atë autenticitet për të cilin mund të krenohet dhe atë origjinë të hershme që natyrisht bën pjesë në karakteristikat e një vendi apo të një tjetri. Kjo është e vërtet, në fakt, edhe dje me kolegen teme të zyrës, 2 kolegët, Delfinën edhe Jasminën, cilat janë një pjesë vitale e këtij, po themi, aktiviteti, po thoshin, kur vjen pranvera, vjen me lojnat popullore, dhe ky është një aktivitet që ne na jep shumë gëzim edhe pavarësisht se ata bashkë me mua janë 100% vullnetar, 100% vullnetar, po na jep shumë gëzim edhe është një gjë që megjithëse që presim, me shumë gëzim. Se është shumë i bukur në dhojën e vetë, sepse sjell së bashku njerëz që vinë që nuk e njohin njëri tjetrin, sjell folklor, sjell. Keni menduar sa mund të jetë numri i pjesëmarrësve? Po faktikisht sonte për darkë, për shembull, në firmën ekosociale, nga këto 3 trupat që kanë ardhur, janë rreth 60 persona, përfshi edhe këto stafet tona, kështu shkojmë rreth 70. Ndërsa nesër pastaj kena edhe 5 trupa të tjera të cilat do të vinë, kështu që ne kena përgatitur ushqim për 200 persona bashkë me vullnetarë. Du ta themi që ne pa vullnetarë edhe pa kontributin edhe disa bizneseve të tjera të cilat ne në bashku kur kanë marrë vesh se çfarë ne kena bën, edhe na kanë mbështetur në vite, siç është Kimcha, vëllezërit Kimcha Meat Master, të cilët afrojnë produktet e mishit, por edhe zoti Orhan Miloti, i cili edhe ai prodhon bylmetore, pra ka këto budget, në ofruar me produktet e bylmetit. Është edhe merita juaj që keni ditur të shtriheni dhe të natyrisht të bashkëpunoni me bizneset. Faleminderit, po në këtë rast unë duhet t'i falenderoj ata sepse sinqerisht pa kontributin e gjithë secilit prej tyre është pa mujtur me bën një aktivitet me kaq shumë detaje. Kena maltezer e cila na ndihmon organizata maltezer me ambulancën, shërbimin e ambulancës. Kena drejtorinë e policisë. Se e keni zgjedhur pikërisht amfiteatrin e anës së malit, çfarë ju jep një ambient i tillë? Po një ambient i tillë normalisht të afron, si më thënë ty, mundësinë të përjetosh natyrën. Edhe është një shprehje që ka thënë njëri i mençur, ai që nuk përjeton bukuritë e natyrës, ka humbur gjysmën e kënaqësive të jetës tij. Mirë po, nëse ke mundësi edhe shef një foto të atij amfiteatrit, ti menjëherë krijon një dëshirë për me shku atje. Jo më nëse shkon vetë atje, sepse në këtë kohë, siç e thamë, pranvera Stina bukur e pranverës e ka bërë gjithë vendin me një jeshillëk,
edhe është edhe afër, është vetëm 7 kilometër larg qytetit Shkodrës, pra nuk ke nevojë të shkosh as në Theth, as në Vermosh, por e ke, po themi ne, fshatin edhe malin e ke në zemër qytetit Shkodrës. E kena zgjallë sepse synojmë që të rritë të nxjerrim nga këto ambientet e mbyllura, sepse gjithë ditën janë o në shkollë, o në kafene, o ose në kompjuter. Mirë po synojmë gjithmonë që këta të dalin pra prej kësaj jetës rutinë dhe të vinë shikojnë edhe natyrën dhe të marrin pjesë në aktivitet. Ne gjithmonë kena një interaktivitet me spektatorin. Për shembull janë disa lotëri që bëjmë dhe këtë radhë ne kena 2 bicikleta për fëmijë që do dhurojmë, një kitar, 2 çanta shpine për ecjen mal që do dhurohen nga klubi Terabosh i Shkodër, edhe disa fanela, disa gjëra të tjera. Duhet ta them që vinë fëmijë nga qyteti i Shkodrës, disa ekipe sportive, siç është klubi Shkodra, Atletik Shkodra, por edhe klubet e Dhëdor Oblika dhe Dhëdor Shkodër. Gjithsesi është një veprimtari gjithëpërfshirëse. Po, e vërtet. Ku mbledh dhe ka në interesin e tij, sidomos moshat e reja, pikërisht ky është target grupi. Do të ketë një juri me sa po, juria është e përhershme, sepse nuk është atje thjesht për të gjykuar se kush ishte më i mirë apo i keqi, po thjesht me që është aktivitet social kulturor, i cili synon të bëj performancë artistike, është e nevojshme që të kemi edhe disa bordura, disa kritere, si më thënë për rreth pjesëmarrjes, por edhe për publikun i cili vjen për me njek, edhe qoftë edhe për ato që vinë për me marrë pjesë. Dhe në këtë kuadër kena disa vite që bashkëpunojmë me zotin Semen Gjokoli, i cili është kryetari i jurisë, me cilësinë e kryetarit të jurisë, sultan nga qyteti bregdetar i Vlorës. Është një person me shumë njohje me lidhje me folklorin. Ai organizon Aulona Folk Festival, që është një festival internacional, edhe shpeshherë edhe ai na fton ne atje. Pra, domethënë një farë mënyrë ne kena ngrit një bashkëpunim dhe një rrjetizim rreth këtyre aktiviteteve. Kena zonjën aktoren e teatrit, zonjën Merita Smaja, Adashja juj. Gjithë ndodhura, natyrisht një grua shumë aktive dhe shumë pozitive në mesazhet nëpërmjet punës së saj. Me thënë drejtën, ajo është qenurit e parë, domethënë, dhe është një prej veteranëve antarëve të jurisë. Antar jurit kena dhe profesor Aldonika, natyrisht një koreograf dhe pjesëmarrës me trupën e tij në shumë aktivitete. Edhe siç e thashë më parë, na vjen edhe drejtoresha e qendrës folklorit në ministrinë, zonja Rozarda Kokonozi, e cila vjen për herë të parë në këtë event edhe ka shprehë, domethënë nga dëshmërinë vet të jetë prezant, sepse mendon që është një aktivitet që ndoshta duhet edhe promovuar dhe mbështet në vitin e ardhshëm, qoftë edhe nga. Pra do të ketë çmime të para, të dyta apo? Po, faktikisht na kena për çdo gjini japim çmim të parë, çmim të dytë, çmim të tretë. Pra ideja që këtu marrin nga 2-3 çmime të gjithë trupat. Edhe kena edhe çmime për vlerësim për pjesëmarrje, cilat nganjëherë janë edhe çmime kështu motivuese, cilat synojnë që ti mos dohet asnjëri pa çmim, domethënë gjithë marrin çmim, gjithë janë fitues. Por natyrisht do të ketë edhe vend parë ku bëhet edhe dallimi qoftë në veshje, qoftë performancë. Gjithsesi është një aktivitet jo vetëm gjithëpërfshirës, por edhe një aktivitet që nxit mjaft pozitivitet, që ka një, si thua, humor mjaft të mirë, sepse çdo gjë shoqërohet me një ndjenjë të tillë pozitive. Kastriot marr shkas ndoshta me të me të ndërprej pak, po shikoj që për shembull na kanë bërë një koment Zani Mehmeti, që është vjen direkt nga Gostivaria dhe është një person i cili ka bërë shumë për të ardhur në këtë aktivitet. Biles Mram po komunikoheshim bashkë me te. Më thotë që kam investu 300 euro për me marrë fugonin, sepse s'ka mujt me gjetë vetë. Ja, shiko se çfarë dëshirë, po dhe çfarë dëshirë të madhe që kanë njerëzit për të ardhur këtu, për të performuar, për të marrë pjesë, për të shprehë natyrisht çdo gjë të bukur. Kam dëshirë njëkohësisht të falenderoj dhe të përshëndes edhe zotin Avnir Aka nga Kaçaniku, i cili është duke na falë, ka bërë një koment për faktin që ka kënë disa herë pjesëmarrës vetë me trupin e tij në Lëra Popullore Fest, edhe gjithë miqt e tjerë, por shoh edhe një mike nga Kosova, Hendifer Ferizaj, edhe ajo
na ka përshëndet, sepse këtë mundësi që na vajë nëpërmjet Facebookut, e po ndajmë me gjithë miqtë tanë, të cilët na kanë mbështetur dhe kanë bashkëpunuar me ne ndër vite. Natyrisht, Radio Shkodra. Mirëmëngjes Shkodër. Është gjithmonë e interesuar për promovimin e vlerave të Shkodrës, por jo vetëm, të gjithë miqve që i duam dhe na duan. E ndërkohë duke të qëndruar te ky aktivitet kaq i bukur, kaq atraktiv për të rinj, por jo vetëm, edhe për ne moshat që dëshirojmë të jemi më afër tyre, do të uroja nga kjo studio që nesër dhe pas nesër, në këto dy ditë të këtij aktiviteti, të ketë një ecuri të jashtëzakonshme, një ndjekje me mjaft interes nga pjesëmarrësit dhe ata që janë spektator. Do dëshiroja që trupat që vinë nga qytete dhe vende të Shqipërisë, por edhe përtej kufive të saj shtetëror, nga të gjithë shqiptarët, të shkojë aq bukur dhe ky aktivitet, siç po e shohim, të ketë vazhdimsinë e tyre edhe në vitet e ardhshme. Unë Kastriot të uroj ty personalisht, por edhe rrjetit që ju keni krijuar, gjithmonë suksese, vitalitet në realizimin e këtyre veprimtarive që janë kaq të bukura, që tërheqin dhe që kanë vlera shumë të mëdha për autenticitetin e vlerave tona kombëtare, të kostumeve, të lojrave, këngëve, vallëve, të çdo gjëje tjetër që na bëjnë të veçantë si shqiptar. Faleminderit Kastriot dhe suksese. Faleminderit juve, zonja Merita, dhe sinqerisht ishte shumë kënaqësi që patëm në rastin të ndajmë së bashku informacion për publikun, për spektatorin, për teleshikuesin nesër, edhe për radiodëgjuesin, që është shumë i rëndësishëm rreth këtij eventi. Unë s'mbete gjatë tjetër, veç them që jena shumë e fat që kena mundësi edhe që të ishim këtu në studion tuaj të shpërndashim këtë informacion me të tjerët. Ju falenderoj shumë. Kënaqësia është e jona. Do të jemi gjithmonë gatshëm për të marrë pjesë. Faleminderit shumë, faleminderit sepse temat mund të jenë të ndryshme. Madje ne mund të flisnim sot edhe për fermën ekosociale apo veprimtari të tjera që ju keni, por jemi kufizuar vetëm te ky aktivitet. Po, për shkak të kohës, do të kemi edhe tema të tjera bashkë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit sërish. Faleminderit juve. Radio Shkodra. Publicitet.